aktualisht në lista, në intelektual dhe gazetar që e kanë pështetur këtë parti në vimësi e në veçanërisht 3 muajt e fundit. Ne kuptojmë se mesazhi i tyre është që nuk mund të largohet Edi Rama duke shkatëruar Partinë Demokratike. 2. Vendimi për këtë listë është marrë nga një njeri i vetëm. Është marrë në shkelje të statutit, është marrë në shkelje të çdo procedure normale të një partie në një vend perëndimor. Është marrë në shkelje të ligjit, se statuti i partisë depozitohet në gjykatë dhe është ligj. Dhe si i tillë, në fakt është nul and void. Por, edhe më shumë se kaq. Me gjithë rrafgimet e partive tona në këto vite, nuk ka qenë traditë e kësaj partite, mund të them edhe unë, mund të thot edhe zonja Topalli, që të mos konsultohet dhe mos merren vendimet aty ku duhet merren, në forumet e partisë. 3. Ne kërkojmë si zgjidhjen e vetme në këtë situatë mbledhjen e forumeve të Partisë Demokratike, shkarkimin e personit përgjegjës, që në këtë rast është kryetari i partisë zoti Basha. 4. Ju bëjmë thirrje të gjithë kolegëve tanë, Këshillit Kombëtar, të kryesisë, të ecim në këtë drejtim sepse nuk ka kohë. Kemi marrë këtë vendim, mbasi e kemi analizuar mirë, dhe sepse dim që në 26 qershor do të jetë shumë vonë. Kjo është një listë humbëse. Do të vazhdojmë me 4 pyetje. Josefin. Zoti Topalli, ju sa të tha që Partia Demokratike aktualisht nuk është parti e 90 vjetës, por sigurisht ka ndaluar 27 vite, kemi bërë një gjatë të fortë kundër kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha, kemi dëgjuar sapo deklarojnë zoti Imami. A mendoni në fakt që ka ardhur momenti që të lihet radha të rinjve, të cilët mund të aderojnë në këtë postë politike, për i dhënë hapësirë edhe më shumë të tjerëve, sepse besoj që ka shumë intelektual që janë pjesë e Partisë Demokratike dhe duan të jenë aty. Pra, nuk është Partia Demokratike e disa emrave, këtu e kam pyetje. Absolutisht, si një person që kam qenë drejtuese e Partisë Demokratike për 20 vite, kjo është vetëm historia e Partisë Demokratike. Hapja e Partisë Demokratike. Me të ri, me intelektual, me vlera, me konsultim, me dekt, me rrethet të ndryshme, për të përfaqësuar më të mirë. Kujtoj kur kam hyrë për herë të parë në parlament, në 96, ndoshta ai nuk ishte parlamenti më politik, po ishte një grup parlamentar me njerëz që vinin me një CV që ndaronte jo vetëm parlamentin, vendin, por edhe jepte nderim veprimtarisë së Partisë Demokratike. Sot po ndodhet kundërta. Jo vetëm që s'ka konsultime, jo vetëm që s'ka asnjë emër që si thot asgjë Partisë Demokratike, ose janë shumë pak ato demokratë që janë në atë listë. Dhe unë e kuptoj se sa keq ndihen ato në atë listë, sepse ata nuk besojnë në atë që po i ofrohet në fakt. Dhe ndoshta zoti Basha i përdor dhe si alibi për të thënë se kjo është Partia Demokratike. Nuk kam pas një dyshim prej kohësh se kjo nuk është Partia Demokratike. Sot nuk kam asnjë dilemë. Kjo nuk është Partia Demokratike. Kjo nuk është Partia Demokratike. Kjo nuk është Partia Demokratike. Që unë njoh, me cilën unë kam punu, me cilën unë jam rritur. Kjo është një parti, logo në cilës e ka marrë Lulzim Basha. Jetë Partia Demokratike apo? Për llogari të interesave familjare, klienteliste të tij. Dhe lista është në tërësinë e saj, me pak përjashtime, lista e familjes Basha, bizneseve të tyre dhe të klientëve të tij. Problemi themelor është që në këtë listë, sikurse e kanë parë të gjithë dhe kanë thënë, mungojnë, nuk është çështja për traditën e partisë. Në fakt, problemi themelor është që mungojnë edhe të rinjtë e partisë. Ky është një problem akoma më i madh. Ata njerëz që në mënyrë të posaçme u përfshin,
ata njerëz cilët kontribuan aq sa ishte e mundur për të fituar në zgjedhjet lokale 2015-ës, ata njerëz që patën rezultate. Pra, nuk flasim për themeluesit, nuk flasim për qëndrestarët, nuk flasim për prurjet e 2005-ës, flasim edhe për prurjet e 2013-ës e mbrapa. Dhe kjo është akoma më e keqe. Ne padyshim që jemi për të rinj. Kjo parti këtë historika. Një deklaruat se do të proponi një shkarkimin e Zotit Basha. Zonja Topalli, a do jemi në garë për ballti për të marrë drejtimin e partisë? Ne po flasim për një moment kritik, jo vetëm Partisë Demokratike në fakt, por edhe për një moment kritik dhe rrezikut të rrëshqitjes së Shqipërisë. Ne kemi qenë bashkë, dhe unë kam qenë bashkë me ju në parlament, në çdo seancë, kur kam denoncu krimin në parlament. Nga një herë kam ndje veten të vetmume, po kjo s'ka pas rëndësi. Kur kam denoncu drogen, nga një herë kam pa reagimin nga Selia të vonum, po kjo për mu s'kishte rëndësi. Rëndësishe ishte që unë të thosha ato që besoja, atë që ndjeja, dhe të bëja detyrën teme në emër të atyre qytetarëve që mu më kanë votu, pavarësisht se merrja dhe kërcënime. Jo zoj, nuk synoj asgjë. Partia Demokratike më ka dhënë çdo gjë, dhe unë jam mirënjohëse deri në fund. Nuk ka në Shqipëri një gru që të ketë pasur kaq sukses nëse do ta quani jo kështu në karrierë sa Josefina Topalli. Unë nuk dua asgjë. Por mua më dhem shpirti. Unë nuk mund ta shoh Partinë Demokratike të katandisur aty ku e ka qu dhe ku e ka zyrtarizu në coptimin dhe në përçarjen e saj, në çdo deg dhe në çdo qelistë të Partisë Demokratike, Lulzim Basha thjesht për interesat dhe për agjendën e tij personale, klienteliste, për cilën unë turprohem. Kam një pyetje të përbashkët për të dy. Ky qëndrimi juaj në kulmin e fushatës elektorale, pak ditë përpara zgjedhjeve, a e dëmton Partinë Demokratike dhe e ndihmon Edi Ramën për fituar zgjedhjet? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë është Ti marrim më radhë. Shkarkimin e Lulzim Bashës, përse nuk nisnin edhe 22 korrikut, të ketë mbledhja normale për mandatin e një kryetar. E thash, data 26 qershor është shumë vonë. Ka një reagim paraprak. Nuk është reagimi i parë ky hyni. Ka një reagim të përgjithshëm. Ka një mesazh të qartë që thotë se nuk mund të rrezohet Edi Rama kështu. Dhe këti shqetësimi janë orët, momentet, ditët e fundit me të cilat ne mund të merremi dhe për të dhënë një përgjigje para datës 26. Në datën 26 do të ketë kryer punë. Si është përgjigje? Procedura që është pamundur. Pyetje. Në fakt, ndihma më e madhe ndaj Edi Ramës ka qenë është dhe ka përqenë që ose do ta maj peng Partinë Demokratike vetëm Lulzim Basha. Ndaj dhe jemi këtu. Vendi po rrëshet drejt Gërminës. Edi Rama është një fatkeqësi e madhe, por ato sot janë 3. Dhe unë sot jam këtu për të thënë se është koha për të filluar betejën kundra Edi Ramës, Lulzim Bashës dhe Ilir Metës. Nuk mund të sundojnë vendin 3 vetë që bëjnë garë apo lojë me njëri tjetrin kush do kapin më shumë në ajo që është torta e pushtetit. Përbashkët lutem për zonën Topalli dhe zotin Ylami. Nëse do ishte në listat fituese të Partisë Demokratike, pavarësisht vendimarrjes, do ishi sot këtu dhe do denonconi të njëjta shkelje po themi statutit të Partisë Demokratike dhe më radh? Absolutisht po. Ligji nuk mund shkelet, edhe kur humbet dhe kur përfitohet. Ligji nuk është çështje e pragmatizmit politik. Më fal. Kam qenë, më falni, do i përgjigjem pyetjes, është një pyetje absolutisht shumë e mirë. Kam qenë. Që ditën e parë që ka zbrit në Shqipëri nga avioni Lulzim Basha, ju të gjithë e dini, që unë se kam shtet asnjëherë. Pse? Ju kujtoni, s'unë s'kuptoja? Ju e dini që unë kam pas rezervat mëdha. Ja kam thënë privatisht, ja kam thënë publikisht, ju a kam thënë telefonat tuaj, në mikrofonat tuaj, unë kam diferencat mëdha me Lulzim Bashën. Ndaj dhe jam sot këtu shumë krenare, në koherencën time gjatë gjithë këtyre viteve, por preokupume, thellësisht e shqetësume, duke pa ku po e çon forcën më të madhe që i ka ba jo vetëm ndryshimin e sistemeve, që i futi vendin NATO, që heqi vizat për shqiptarë, që ja ndryshoi
pamjen e infrastrukturës së Shqipërisë. Dhe me këtë rast do falënderoj fort Sali Berisha për mundësinë që na ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve për të bashkëpunuar me te dhe për të punuar për këtë vend. Ka nevojë për pak dëmshuri. Ka nevojë me dasht pak. Nuk ecet gjithmonë duke menduar si do jem unë në pushtet. Do jem unë në pushtet dhe do punoj për familjen time, për interesat, klientët, bizneseve, që më japin mundësi për çuma përpara qenien time. Agenda personale është një mjerim i madh për cilin do që e ka. Ndaj dhe tham, unë jam e vendosur. S'do jem në parlament, po jam e vendosur, as nuk dua asgjë, por jam e vendosur që të vazhdoj luftën kundër korrupsionit, që për mua është fatkeqësia më e madhe e mjerimit dhe e largimit të shqiptarëve nga ky vend. Kundër Edi Rams, Lulzim Bashs dhe Ilir Mec. A jeni zëruar me zotin Berisha zonja Topall për këtë çështje dhe a e fton edhe zotin Berisha për të shkaktuar bashkë? Zoti Berisha din të gjitha mendimet e mia, ja kam thënë në vite. Si komentoni pranin në listë, zonja Topall? Ju komenton që një pjesë janë në listë dhe po përdoren ndoshta edhe si alibi. Kjo është një pyetje, kjo nuk është pyetje për mua. Po. Urdhro. A jeni konsultuar me zotin Berisha? Jo. Pyetje tjetër. Një pyetje, a keni ftuar zonjën Bregut dhe zotin Topallit të jetë me ju? Do ftojmë çdo demokrat, çdo koleg, çdo ish koleg, çdo qytetar, çdo intelektual, çdo të ri dhe të re, që është i zhgënjur nga ky vend, nga ky sundim dhe nga këto alanca të turpit, që diku e ka emrin rilindje, diku e ka emrin Republikë e Re, diku e ka dashuri e qetësi. Faleminderit. Besoj që ishte mirë. Faleminderit. Faleminderit, u bën më shumë pyetje se sa tham. Faleminderit shumë.